Thënie nga Albert Einstein. Albert Einstein ishte fizikan, filozof dhe akademik. Konsiderohet gjeniu i shekullit të 20. Citojmë disa prej thënieve të tij të mençura. Problemi sotëm nuk është energjia bërthamore, por zemra e njeriut. S'mendoj kur për të ardhmen. Vjen gjithmonë kaq shpejt. Çmenduri është të bësh vazhdimisht të njëjtën gjë e të presësh rezultate të ndryshme. Bota që kemi krijuar është një produkt i mendimit ton. Nuk mund të ndryshojmë botën pa ndryshuar mendimin. Njerëzit janë si biçikletat, arrijnë të mbajnë ekuilibrin vetëm nëse janë në lëvizje. Çdo kush është një gjeni, por nëse peshku gjykohet nga aftësia e tij për të ngjitur në pemë, ai do të kalojë gjithë jetën duke menduar se është budalla. Dy gjëra janë të pafundme, universi dhe marrëzia njerëzore, por në lidhje me universin nuk jam akoma i sigurt. Logjika do t'ju çojë nga pika A tek pika B. Imagjinata do t'ju çojë kudo. Bota është një vend i rrezikshëm. Jo aq prej atyre që bëjnë keq, sa prej atyre që shohin e s'bëjnë asgjë. Ka një forcë shtytëse më të madhe se avulli, se elektriciteti dhe se energjia bërthamore është vullneti. Një gabim që bëhet shpesh është vlerësimi i gjërave bazuar në koston e tyre. Gjë më e rëndësishme në jetë është të sigurosh që gjë më e rëndësishme të mbetet e tillë. Po nuk pat një çmim për të paguar, nuk ka asnjë vlerë. Përpiqu të jesh një vlerë, jo një sukses. Një stomak bosh nuk është një këshilltar i mirë ekonomik. Vetëm një jetë e jetuar për të tjerët është një jetë e denë për të jetuar. Teoria është kur dihet çdo gjë e nuk funksionon asgjë. Praktika është kur çdo gjë funksionon e askush nuk di përse. Ne kemi lënë bashkë teorinë dhe praktikën, ku asgjë nuk funksionon dhe askush nuk di përse.